shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam thotë: ja thash besën të dërguarit Zotit alaihi salatu wassalam për me fal namazin, me dhënë zakatin edhe me këshilluar thotë çdo besimtar. Tregohet për Hasanin dhe Husejnin, dy librit e profetit sallallahu alaihi wasallam. Njëherë shikoj një burr i cili ishte duke marrë abdes, por nuk po e merrte ashtu si duhet. Tani menduan thanë, si i tërheqim përrejtje, si ta këshillojmë. Dhe i thotë, pra ti burri ishte mosh, i thotë, shmendo na shikosh ne të dyve si marrim abdes dhe shikosh. Pra se kush e merr më mirë. Mori Hasan abdes, formën më të mirë, ashtu si duhet. Mori dhe Husejni abdes në formën më të mirë, ashtu si duhet. Atëherë ky burri tha, jo, ju e keni në rregull, por gabimi tha është tek unë. E mori këshillën. Vëllezër të nderuar, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, el-dinu nasiha, feja është këshill. Ty elhamdulillah ka zgjedhur Allahu, ta ka mundësuar Allahu me son besimtar, ta ka mundësuar Allahu me adhurimin atë, ta ka mundësuar Zotit, ka zgjedhur Zotit me fal namaz, me agjëru Ramazan, me bo vepra të mira. Atëherë mendo edhe për të tjerët. Mendo edhe për rrethit njerëzit që të rrethojnë. Si ti këshillosh edhe ata. Si të kontribosh në përmirësimin e tyre. Dhe siç përmend Shejkhul Islam Ibn Taymija, thotë besimtarët janë si dy burr, pra të dyja ndihmojnë pastrimin e njëra tjetrës. Edhe ne duhet të kontribuojmë për njëri tjetrin për ta përmirësuar tjetrin, për ta afruar tjetrin me Allahun e lartësuar. Përmend njëri prej hoxhallarëve që ngjarje ka ndodhur në vendet arabe, por në nxjerrjen mësimet prej saj, ku jeti. Thotë njëherë ishte duke ecë në lagjen e tij dhe shikon njërin prej djemve, pra ashtu ndoshta siç vepron një pjesë e djemve duke ngacmuar disa vajza. Por atje pra është shoqëri tjetër, edhe këtu është pa pranuar me kjo. Nuk pranohet, por atje është pak edhe më e rëndë. E shohim pak edhe më të rëndë. Edhe kalova thotë, mori përshtypje, mendova thash të ndaloj makinën, ti flas apo të vazhdoj. Thotë, si merë një ndjenjë që ndaloj dhe këshilloj. Ndalë makinën, thotë. Edhe eca pak pas apo të kërëmë. Atëherë zbrinë të shkolla. Etera. Kur thotë, i trokita, doli. Kur doli do ishte 2 metra. Sa t'i tise, dhe vazhdova, pa kisha pak me frikë. Por nejse thotë, mora i këtësinë thotë. Ta shpiksohë Zotit, a nuk i friksohesh Allah. Mendo si kur ato tjetë vajzat e tua, motrat e tua, nana jote, ato dojë dikush, pra ti ngacmonte e tjerë, thotë, nuk e di, por thotë e pash, uli kokën, vetëm kur thotë e pash që i pikur lokë. Unë thotë, njësa pasaj, i flasë dhe më shumë, i në gjykimit e në rrë. Normal, andej, e ka atë besimin zemë, dhe pak një shkërti tua, edhe ndikohet, pra shumë shpejt. Ndoshta du të ne, pra ti nuk t'i flasësh dikujt për çështje më madhore, siç është besimi. E shikon që ai i bën shirk Zotit qetësisë, e shikon që shkon i lutet Allahut, e shikon që shkon tek fallxorët, magjistarët, e këshillon, ja bën këshillën. Dhe nuk ka nevojë të ketë në një diturim, në një fakultet ai që ja bën këshillën në këtë gjë.
Se çdo njeri e di që vetëm Allahu më ka pafruar. Ai vdekni, ai ka ndoshta nevojë më shumë se ne. Ne pak të nejësim, jetojmë, hamë, pim. Ai s'është më fuqishëm se ne. Po ti bon të mirë dhe bon të vetës. Nuk do kishte vdek. Ato njeri në vdek? Pra ka mundësi që ti të tërheqër për rejtje. Se si thot, e mori vesh të fushisha dhe më tha më rosh, dua që takohemi, kam nevojë, tulem të diskutojmë. E thash rejtë, merë në me. Më tregoj edhe adresin e ti, thot sa herë kaloj adrej, por nuk është thot se mbite në deri sa një mbite në fund. Më vjen thot vizit të shtëpia. E mirë prita, kur hyri në shtëpi thot, kishte ndryshuar fytyra e tij. Nga ajo fytyra e errët e sytë thot, ishte po i fytyrë shtritshme, nori i besimit, drita e besimit. Thot dhe filluam të diskutoni, po më tregonte për jetën e tij para se të udhëzohej ashtu siç duhet. Nuk falte namaz. Deri në 12 natës jashtë. Nuk e respektonte prindin. Nuk doshte me ditë për fjalën e babës, fjalën e nanës. Thot, po subhanallah, po fjalët e mia dhe se unë kanë aty në rrugë, kishin ndikuar te masat e kaj. Ishte përmirësuar, kishte ndryshuar krejtësisht. Thot, e lamë që do të shkoja unë t'i bëja një vizitë në shtëpi. Angazhim e jetës thot, më quan thot, deri sa një ditë kalova thot, pranë vendit ku ma kishte të caktuar për takimin, ma kishte përshkruar shtëpinë e tij thot, edhe ku kujtu, thash po shkoj dhe të citoj. Kur shkoj, thot i trokas del prindi i tij, kur duke ishte një i kru, duke në fytyrë i thyr. I thash, bia filane? Po, thash, ku bëhet filane? Pa në ka pra pak ditë shëndroj jetë. Por sa kalenderimit ato sot. Nga një njeri që nuk dosha me e pa me sy. Pra e pse kisha fëmijë, a kisha pru pra këtu, ndryshoj thot dhe ja mësoj Zoti i gjithësisë që momentet e fundit jetës së tij ishin thjeshtë. Vllai nderuar, motrë nderuar, merr shembull nga ky njeri. Merr shembull nga ky njeri që të bëhesh shkak për vllain tënd, për babain tënd, për nënën tënde, për motrat e tua, për të afërmit e tu, për shokët e tu, që të ndikosh ata të përmirësohen. Bëhesh shkak që ata të jenë me ty në xhenet. Bëhesh shkak që ata të afrohen tek Allahu i lartësuar. Dhe asnjëherë mos e harro shpërblimin e atij që orienton për mirë. Ad-dalu 'ala al-khayri ka-fa'ilihi. Orientuesi për punë të mira është si vepruesi, pra shpërblehet si vepruesi Allahu